pa përsëritshme. Palloshi i gjatë është lule aty, në dosjen e saj. Po. S'janë gjatë, njeri, po. Po pse e mori e motra dosjen? Pse e mori Pamela? Jashtë të gjitha kritereve. Dosja ka aspekte që të i kalojnë imagjinatën. Pra, në atë rast, që është e vërteta, prokurori, Preçi, duhet pranojmë se është përballë me të vërteta të cilat ishin asgjësuese për te në rast se do i mohonte. Dhe ai nuk mori përsipër t'i mohoj. Ai mori përsipër, pavarësisht se u paralajmërua me kokë, ki kujdes kokën, i tha Troplini, e tja, ai mori përsipër t'i qëndroi ligjit. Nuk kam asnjë të dhënë, se unë nuk jam njëri që besoj shumë në konspiracione, as se lubis ja bëri Rama, nuk them, nuk digja. Ajo Ram si tha, di që i tha të marrë me vete, dhe e merr me vete. E merr. Këtë mos keni iluzion. Pra kjo është qëndrimi. Unë e kuptoj që ju, që s'keni jetuar diktaturën e parë, keni të drejtë kur i shifni kështu. Por në qoftë se prokuroria përdoret për të shtyp pluralizmin, për të amnistuar dhunimin e votës, ajo është prokurori politike, është politike. Sa i takon çështjes parë që trajtuat ditën e sotme për Luftar Hysën dhe lidhjet e tij me kryeministrin Edi Rama, të cilat ju i cekët, do të bëj Partia Demokratike kallëzim penal në SPAK për të hetuar kjo çështje sa kohë ka folur dhe Departamenti Amerikan i Shtetit? Unë mendoj se ne kemi bërë, do të ketë padi, por do ta shohim. Po, qofse nuk ka padi, po unë besoj se ka padi. Aty po ato tonat ata i kanë kështu, dosje armiqësh. Dhe vetëm kur s'kan ku shkojnë. Zoti Berisha, vetëm më lejoni që ta përfundoj pyetjen deri në fund, sepse ka një reagim zyrtar nga SPAK-u dhe thotë që herën e parë rojet e banesës tënde, herën e parë rojet e banesës tënde ishin urdhëruar nuk ishin autorizuar për ta tërhequr zarfin. Ishin të urdhëruar? Nuk ishin autorizuar për ta tërhequr zarfin, rojet e banesës tënde. Herën e dytë, shërbimet e deputetëve në kuvend, pra stafi juaj nuk ka refuzuar për ta marrë fletëthirrjen dhe ajo është dërguar në adresën e emailit, por edhe herën e dytë në banesë është refuzuar marrja e zarfit me datën 12/11. Është një gënjeshtër absolute. Është një gënjeshtër. Ato roje janë njerëz të përgjegjshëm, të cilat këta janë të paftyrë. Janë njerëz të përgjegjshëm të cilët më kanë dorëzuar mua çdo lloj dokumenti që ka ardhur aty. Dhe kur organet gjyqësore kanë patur e kanë konsideruar të domosdoshme, i kanë dërguar me motociklet, me punojës të policë, gjykata apo e tjerë, dhe s'ka ndodhur kur kjo që thonë ata. Ata janë, dhe u thuj që jo, mbyllja atë bëni blok ati numrit tyre, sepse e kanë një agjensi mashtrimi. Janë agjensi e turpë mashtrimi. Pra ju lutëm shumë, i pari i sa, bëj një blok edhe report ati numri, po, edhe thuju dhe kolegëve tjerë bëjnë të njëjtin gjë sepse dezinformojnë. Edhe i pyetjet fundit, emailin e keni hapur gjatë këtyre ditëve? Urdhë? Emailin, e keni hapur? Po, çdo ditë. Ta kanë çuar email? Asnjë. Urdhë? Email, email, jo, s'kam email në parlament. Unë kam emailin tim.
Nuk kam email në parlament. Urdo, më falë një minutë. Unë email nuk përdor dhe nuk kam email në parlament, qofse kanë hapur dhe është, ato kanë rregulla komunikimi, nuk është emaili ajo që komunikon. Posta ka rregull. Dorëzon njoftimin, firmos ai që merr njoftimin. Dorëzon njoftimin, firmos ai që merr njoftimin. Tani, duket ka nis tani mas këtyre bisedave, ka nis gjanë email, ose më kanë hapë një llogari emaili, ka stile për këtë punë janë. Zoti Berisha, Jo, normalisht deputet duhet të kenë llogari emaili, po unë s'e kam përdorur kur. Zoti Berisha, dhe një pyetje të fundit. Ditën e djeshme keni hedhur akuzën ndaj ministrit të kulturës Blendi Gonxhe, sipas jush i vrari në atentatin e Rinasit ishte